Secili nga të ftuarit ngjatë shkallët për të ardhur tek salla e takimit. Dikush viziton zyrën e grupit parlamentar para hyrjes në këtë mbledhi. E kur krejt zën vend, në katin e tretë vjen me ashensor nikoqirja e tubimit, presidentja Vjosa Osmani. Kjo do të konsultohet me liderët e partive të përfaqësuara në parlament për të caktuar datën e zgjedhjeve lokale. Për vetëvendosjen shkaku i motit, sa më herët që caktohen ato, aq më mirë. Është mundësi edhe data 5 tetor, por po ashtu edhe data 12 tetor apo data 19 tetor. Këto ishin 2 apo 3 data që u përmenden më së shumti. Por para caktimit të datës finale duhet marrë edhe aminin e shtëpisë së zgjedhjeve. Ai që të jemi në një dinjë, që të mos ketë asnjë problem në këtë drejtim dhe që të zbatohen sa më strikt rregulloret që nxjerren nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, u tha që do të ketë edhe një konsultim me KQZ. Haxhiu të Mërkurën vave idenë që komunalet të mbahen bashkë me zgjedhjet e përgjithshme, por kjo sipas PD-s që preferon datat 12 e 19 tetor, nuk mund të bëhet. Sepse afatet kushtetuese janë kokëfurta, ne s'mundemi me adaptu, as me interpretu kushtetutën jashtë afateve. Po, a mundemi me mos zgjedhjet më hershme, para zgjedhjeve lokale në kuptimin teorik e mundshëm është. Ky nuk la pa kritikuar mungesën e kryetarëve nga vetëvendosje e lista serbe në këtë diskutim. Bojkotimin në takimin e presidentes e bën vetëm Albin Kurti dhe Zlatan Elek. Unë nuk po pretendoj që ata e kanë bën marrëveshje, por vërtet lënë të një shije të keq që kjo mungesë. Asnjë përfaqësues tjetër nuk u prononcua, teksa presidenca me komunikat njoftoi se data për këto votime do të caktohet ditëve në vijim.